kthehem në studio për të folur në lidhje me konfliktin I cili ka bërë një bujë mjaft të madh, është konflikti Izrael-Iran, për të cilin sot ka pasur edhe në mëngjesin e hershëm bombardime atje, por për këto dhe shumë çështje të tjera. Me mua në studio është Lutfi Bilalli, ekspert I çështjeve ndërkombëtare. Zoti Bilalli, faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e InfoDes. Faleminderit për ftesën. Zoti Bilalli, ne po shohim se ka përparuar goxha shumë konflikti atje. Si po ju duket situata? A besoni që do të ketë një zgjidhje për këtë konflikt atje, apo do të vazhdohet që deri në përfundim të këtij konflikti ka filluar të ketë edhe dëm edhe në njerëz civil fatkeqësisht? Po domet lufta sjell pasoja sidomos fatkeqësisht për njerëz, por edhe ato materiale, por e rëndësishme që njerëz psojnë më së shumti, sidomos ata civil. Një situatë e tillë që nga premta në mëngjesin e hershëm goditjet izraelite mund të them që edhe kanë qenë të pritura, nga se dështimi I marrëveshjeve për programin bërtamor të Iranit, të zhvilluara në Sultanatin e Omanit, mes palës amerikane dhe iraniane, ka marrë një kontur tjetër, ku në farë mënyre Irani nuk ka pranuar të shkojë për pasurim të uraniumit nër 3.67%. Dhe kjo ka qenë, më thëmë, ai momenti kthejës që Ali Hamnej, me që se presidentin duket ka qenë për të arrijet një marrëveshje, mirë po vizën e fundit në Iran e jap lideri suprem, ose më thëmë pushteti ekzekutiv, është Ajatullahi Ali Hamnej. Mendoj që Izraeli për këto momente është në një pozicion ku dëshiron ta implikojë edhe Amerikën në luftë, sidomos informatat e fundit sot rreth goditjen të ndonjë predhe të raketës në ambasadën amerikane, lënë për të dyshuar shumë. A besoni që është kjo një provokim, pra, që edhe Amerika të përfshihet në këtë konflikt, apo jo? Po kush ka dëshirë? Tash dëshirën e ka Izraeli që të ketë një përkrahje amerikane. Nga se thonë drejtën, kemë bëjmë me një konflikt ku dy fuqi të regionit, Izraeli dhe Irani, në aspektin e kapacitetit ushtarake, janë klas tjetër. Do thotë nuk jem tash luftë goditje të Izraelit ndaj Libanit ose ndaj Huthit në Yemen apo në Siri, po e kem një ligë tjetër. Do thotë është realisht. Unë I pëlqej shumë njerëzit dhe analistët që flasin me fakte dhe realitete, sepse nuk jem stadion të futbollit me banime, por mendoj që faktet, rrethanat dhe volimi I luftës tregon që goditjen që ka psuar Irani, sidomos në 4-5 centralet bërtamore, ka qenë, mund të them, shokuese, edhe pse mendoj që problemi qëndron në majën, mund të them, në pjesën e Zorgos, të maleve të quajtura, të varmaleve, të cilat dyshohet që arsenali komplet iranian gjandet në thellësi nëntoksore. Dhe kjo realisht përbën një rrezik dhe volimi I luftës mund të ketë kohje tjera. Mendoj që goditjet iraniane që janë bë këto ditë, edhe sot në mëngjesin e hershëm, në portin e Haifës e kanë dy qëllime. Haifa dhe, më të them, Eliati, pjesa në jug, janë dy portet izraelite, sidomos Haifa, e cila ka portin dhe nivelin që do thotë të gjitha importet që vinë ose madhar që vinë kalojnë përmes këtij porti. Dhe ka një rëndësi ekonomike, por edhe industrinë ushtarake e ka të koncentruar Izraeli. Rafaeli, fabrika, industria armatimit, jo Rafalet avionet francez, quhet kështu e fabrikë, do thotë tash goditjet e Iranit bile mund të them armët hipersonike, raketat hipersonike ka përdorur. Tash ka qenë fatanishi apo dyshi, duket nishi ka qenë, sepse fata dyshi është edhe më I rrezikshëm. Dhe tash në konceptin militarist e kem një situatë kur kem goditje dhe kundërgoditje. Goditjet e Izraelit janë shkatruese për Iranin, sidomos edhe në bazat tash të rafinerive të naftës, të vendeve, mbrojtja më të them kundërajrore, bili mbram ka qenë një goditje afër Tehranit që ka shkatruar mbrojtjen kundërajrore. Irani nuk njihet shumë për mbrojtje kundërajrore të fortë. Ata do shta me thonë, do shta kjo dhe ka qenë... Sistemin S-300 rus, që është teknologji më e vjetër dhe nuk mund të zë F-35-shin.
F-35 që është aja, më thëmë, flotila që i prin aviacionit Izraelit. F-15 që 16 që por krevi gjithë kësaj është generata 5 të F-35 Amerikan. A mund të dalë balë Iranin i Izraeli, cili e ka gogja shumë këtë çështjen e armëve gogja të përparuara? Është problematike, thëmë drejten, Izraeli mund të shkatroj, problemi o që a mund të shkatroj ato ku gjinën armët balistike, raketat balistike të cilat konsiderohet 2000, ka informacione Irani sulmon me 1000 raketa balistike, jo, nuk është e vërtet. 70, 80, 100, se nuk i, është taktikisht nuk i, por a mund të shkatroj, në thëmë këto vende ku egzistën të mshefura dhe goditje që bëhen nga këto raketa balistike, sidomos Harab 4, është jashtë zakonisht, bili, ka më të qenë edhe propagande e forcave të Gardës Republikane Islamike të Iranit, që do të shokohet bota kur do godasim në orët në vijem. Mendoj që në këtë drejtim Izraeli mund të lodhet, mund të pësër, por më duke ndoshta Izraeli i bën disa gjona se ka nevojë të viktimizohet. Pra që ka ndodhur në Gazë, atash në opinion publik ka marrë një pamje ndërkombëtare, kam fjalën. Do thot një epitet jashtëzakonisht rënd, që realisht ka qenë, mund të them, jo terror, po shfarosje. Dhe tash në nivel të opinionit ndërkombëtar dëshiron pak a shumë në goditjet që jep Irani të viktimizohet, sepse goditjet, për shembull, në Tel Aviv kanë qenë, kam mësuar edhe mund të thotë edhe pjesa civile, sepse goditja e një rakete, ato damat kolaterale mund të jenë edhe në pjesën civile. Por a mundet Izraeli ta shkatroj Iranin, është pak e besueshme. Mundet pikat strategjike, sidomos centralet bërthamore dhe pjesët e sistemeve të ndryshme të fabrikave ku prodhohen armatime, pastaj rafinerit, burimet e naftës. Shifni, Irani ka 1.6 milion kilometra katror. Do të thotë është jashtëzakonisht vend që bile komsoria nuk është në pyetje. Dhe 88 milion banor, ka një historik, mund të thëmë, para kohës revolucionit islamik, raportet Izrael-Iran kanë qenë të mira. Edhe ne në këtë drejtim, kem motra mbretit Faruk të Egjiptit, ka qenë martuar për Pahlavin. Është interesant, do thotë, mbreti Faruk është prej shqiptare, dhe motra ti ka qenë para revolucionit islamik. Do thot një martesë kryqësi kanë pas me familjen e mbretit Pahlav. Por raportet kanë qenë, mund të thëmë, të një niveli pak a shumë konstruktiv. Por Irani, me ardhjen e revolucionit islamik, ka arritur në aspektin, mund të thëmë, të një teokracie, udhëheqje fetare, që nga 79 me Homeinin, pastaj ky ka qenë një lloj bashkëpunëtori, një nxënës Ali Hamnei i Homeinit, dhe tërë suita atyre, vendimet që merren në Iran, kanë të bëjnë kryesisht, sepse Irani ka ushtrinë e ka shumë interesante, strukturën e brendshme. E ka ushtria, Ministria e Mbrojtjes dhe forcat republikane islamike të Gardës, të cilat dikun 360.000 aktiv në ushtri dhe 200.000 janë të pjesa tjetër paralele e Gardës Revolucionare Islamike. Pasadranët quhen, që operojnë edhe në vendbanime të ndryshme, për të arrujt edhe pushtetin, mirë po edhe informacionit. është një farë dhe shërbimi inteligent. Edhe këtu të gjitha kjo pjesë e strukturave të tyre, është angazhuara sidomos në gjirin e Golfit. Dhe në pjesë që ngushtica Hormuzit mund të goditet, por atëherë Amerikanët mund të lavrojnë Iranin. Sepse trupat amerikane që nga Kuwaiti, deri të Sultanati Omanit, janë trupat të cilat kanë baza amerikanë, mirë po që se goditen këto trupa, atëherë Amerika do hyjë në luftë dhe do të jetë shkatërrimtare për Iranin. Por, për këtë moment janë, mund të thëmë, fjalë të Trumpit edhe në bisedë me Erdoganin, telefonatën e tij, që ka dhënë një lavdat Erdogani, që tenton ta përmbyll konfliktin dhe ta sjellë paqen.
Kjo është një shpresë, pastaj telefonata Trump-Putin, që rusët kanë interesa në Iran, dhe në përgjithësi lidhjet mesme. Dhe mendojnë që ndoshta ky dil mes Trump dhe Putin, plus Erdogan, mund të ketë shenja që mund të ndalet lufta. Por lufta e ka dhe një pikpyetje tjetër, kush do del fituesi. Mendoj që është problematike të thuhet. Kapacitetet e Izraelit janë jashtëzakonisht të forta, por nuk janë pafundësisht limituara. Mirë se patën këtë interes edhe Trump edhe Rusia saj përket çështjes së Gazës atje ku goxha shumë është një luftë që ka sjellë shumë pasoja deri edhe tek fëmijët. Pra kemi shumë të vrarë gjatë këtij konflikti. Është, më të them drejtën, përket çështjes humane, morale, parimeve njerëzore, thyrjes së rregullave të luftës, çdo gjë që hyn, mund të them, në atë korpusin. A nuk ka mujt të ndërhyj bota për të ndalë këtë konflikt, duke ditur që po shkakton edhe çështje humane si shte edhe te? Me thot drejten, ndonjëherë duhet me thot të vërtetën, ashtu siç është. Izraeli ka një përkrahje të fuqishme. Mund të them, është ai fëmiu që trajtohet nga amerikanët, mund të them. Dhe lobi i tyre është i fuqishëm në Amerikë, po ashtu në Perëndim, në Evropën perëndimore. Shtetet më të fuqishme janë përkrah Izraelit, qoftë Anglia, Gjermania, Franca, Italia. Pse i bëhet ky trajtim Izraelit, duke ditur që nuk po është e drejtë pra? Nuk është e drejtë, është një histori që mund të them drejtën, Izraeli është i trajtuar dhe i lajthitur, mund të them kështu, i lazdruar ta quaj ndryshe. Sepse interesat e perëndimorëve përmes Izraelit dëshiron që të jetë ai vendi ku, ose mund të them, logjistika kryesore e perëndimorëve. Por është një histori e gjatë e formimit të shtetit Izraelit, qysh në marrëveshjen e Ballfurit pas ramës perandërisë osmane, dhe përgjithësinë për këtë kanë marrë anglezë dhe francezë, dhe vendosjen, do thotë, qysh me rezolutën e 1947 në OKB për krijimin në raportin 1970-30 në favor të palës arabe palestineze. Dhe 14 muaj 48-ës, formimi i shtetit të Izraelit nga Ben Gurion ka qenë, mund të them, një hap pa hir në historikun e gjithë para formimit të shtetit të Izraelit. Trajtimin dhe, mund të them, çelësat në duar i kanë pas francezët, që deri në fund të viteve 70 dikun kanë qenë, mund të them, furnizuesi dhe përkrahësi kryesor i Izraelit. Pastaj amerikanët kanë marrë përsipër. Mund të them drejtën, çështja qëndron politike mes sionizmit dhe asaj të drejtës hebrejve. Sionizmi politik është diç tjetër, e drejta hebrejve është diç tjetër. Dhe e tëra kjo si koncept ka ardhur deri te përgjakja e lindjes së afërt. Mund të them drejtën, edhe bota arabe në mënyrë është, mund të them, në aspektin e unitetit dhe mund të them të asaj çka nevojitet për të pasur 440 milion arab është ignoranca. Dhe tash edhe pushtetet. Dhe mendoj pse ky trajtim i bëhet dhe pse Gaza është trajtuar në mënyrë jo të mirë, mendoj që varet kush qëndron si fuqi dhe kush janë ata në SBA që në farë mënyre e kanë për ta quajtur, në thojë, një farë lloj obligimi për Izraelin, dhe nga ndërherë mshelin sytë për gjëra që janë të trishtueshme. Por opinioni, mund të them, perëndimor, bile mund të them debatet, qoftë në parlamentet apo edhe në mediumet apo në analizat e perëndimorëve, kanë qenë më humane se në shumë vende tjera. Sepse ne ndonjëherë për çështjet e caktuara shprehemi diçka që mbrohet diçka që nuk mbrohesh. Dhe mendoj që në këtë drejtim opinioni ka qenë sensibil, qoftë nga lëvizjes sundetore, jashtë korpuset universitare, pastaj OJC dhe gjitha, por edhe mediumet, të drejtën. Mirë po vendimarrësit ose ata që ata që mund ta ndalin Izraelin në farë mënyre ka qenë dakordonc, jo kanë hesht me një fjalë, mund të them drejtën, e din ata si nuk është rregull të shkojnë 22-25.000 fëmijë të binë në Gaza, që është shokuese. Dhe prandaj sot e kem këtë situatë, me qenë se rreth Gazës dhe palestinezëve
Të dyja palët kuptohet, ofenziva dhe mund të thamë gjitha ato goditje brutale të Izraelit që banë, është në anën praktike është shkatërrim për interesat palestineze, por në anën tjetër Irani edhe ai ka arritur, mund të them kështu, ta keqpërdor përmes proksit e tij, çështjen palestineze dhe të krijojë një unitet të tillë, të cilat janë të, mund të them sot janë shumë të vështira të bëhen, sidomos mes shive dhe sunive, sepse ekziston një botkuptim dhe një koncept ku është thirrë njerëzve që kanë formim 3-40 vjeçar me ideologji anti-shia sot i bëjsh në unitet me sunit ose kundërta. Dhe ky është ai problemi që mendoj që më rëndësisht paqja të arrihet. Paqja për të arritur, mund të them, figurat kyçe ose mund të them instrumenti kyç janë SHBA, Kina dhe Rusia dhe Turqia në farë mënyrë, e cila dorën e zemër ka bë përpjekje bukur të është duke bërë përpjekje bukur të madhe për të në aspektin diplomatik për të arritur të një zgjidhje që lindjen e mesme por edhe gjithë botën nuk e sjell ku ato njerëz, sepse njerëz kanë trauma, mendojnë që mund të sjellë dhe janë nxizat atilla shenja që mund të vjetë edhe te lufta e tretë botërore, sepse një sjellje butonit nuk e dim, ndoshta edhe Irani mund të ketë armë të rrezikshme ose kimike. Meqense edhe me Irakun këtu ka pas informacione që ka dalë jo sakt informacioni, por mund të ndodhë që Irani mund të posedoj diçka në këtë drejtim, edhe pse ka mendime të ndryshme që ka prodhu dy koka bërthamore, por unë nuk e besoj. Ka shënime kështu ose spekulime të them drejtën. Por Irani është para një sfide, sepse Izraeli, mund të them, ka një përkrajet jashtëzakonisht të fuqishme dhe goditjet në fillim kanë qenë senzacionale, të them në kuptimin thojza, kështu se nuk është pyetje me thonë ato ku ka dome që ka bërë senzacion, por aksionet e tyre dhe sidomos të Mossadit dhe me dronet brenda Iranit kanë qenë jashtëzakonisht efektiv dhe likvidimi edhe 2 deri në 4 shkencëtarëve të fizikës atomike, plus strukturave të generalve dhe të komandës së ushtrisë dhe të gardës revolucionare islamike. Ne kemi pa një farloj si shakaje e zezë, mund të themi, në përmedia që po bën me X persona të cilët nuk dëshirojnë që t'jenë gjallë në Iran dhe në botë pra nga ana e Izraelit. A duket e sakt kjo gjë, kjo lloj humori, a ka një farloj të vërtetën brenda tij? Shef, regjimi në Iran ndoshta në shumë aspekte mund duket i pakuptuar shumë për ne. Por është i tillë dhe ne është e drejtë e popullit të tyre të vendosin. Shenzimi i tillë i figurave që tash kemi konceptin sepse rrjetet sociale që mund të them nuk janë dashamirë si asaj që gëzohen për shkatrimin e popujve. Jo. Absolut, ose kujdo populli e kam fjalën. Nuk është çështje të ajo se a gëzohet njeriu pse ky po godet, ose ky po fiton, ose kundër goditja ka qenë efikase. Problemi është që njerëzit me mendje të shnosh duhet të respektojnë disa rregulla. Dhe meqense bota ka shkuar tash në një teknologji të tillë që problematika dhe ajde humanizimi i tërë kësaj pësoj njerëz fatkeqësisht pafajshmit. Por pikimet e tilla do të kemi nga të dy palët. Për shkak satanizohet dhe edhe ona tjetër, pala tjetër. Mirë, po këto janë, mund të them, pse ka gëzime në Vestbank të Palestinës dhe në Gaza, është një arsye tjetër që ata kanë vujt bukur shumë dhe çdo aksioni ose çdo gjujtje një rakete, ata mund t'i gëzohen për arsyet e tyre sentimentale dhe të vujtjes, më të them drejtë. Dhe pjesë tjera të botës duhet të kenë parasysh që po që se shkon në këtë formë, njerëzimi rrezikon ekzistencën e vet. Sepse nuk kemi ne të bëjmë tifo për gjëra që shkatërrohen ose t'i gëzohemi njerëz apo palës tjetër. Mendoj sidomos ne si Kosovë ose në përgjithësi shqiptarët kanë për obligim të jenë human dhe jo të jenë anus ose simpatizus për apo palën tjetër, që mund të them drejtën,
ne nuk lujmë rënë aspektin e asaj ndikimit të marrëdhënieve ndërkombëtare ose konflikteve të ndryshme që kanë, mund të them kështu. Ne po kemi probleme me arrit marrëdhënien brenda. Po, brenda dhe është Kosova ka nevojë të bëjë një nguti në këto procese për reformim të institucioneve, dhe pse unë e di vetëm triada këtu ekziston asaj interesi, kush bëhet president, kryeministër, ministër, dhe mendoj që vizionit i jonë deri këto i politikanëve tonë fatkeqësisht. Fatkeqësisht po, Zoti Bilali, faleminderit shumë që erdhën në info dhe ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me luftrat të cilat janë në botë. E neve të ndërruar shikues, do kthehemi pas pak.